Ky është stacioni fundit i Europës, i kontinentit evropian, Sirkiçi Station në Stamboll. Njëkohësisht, stacioni i parë evropian nëse vjen nga Orienti. Është ndërtuar në vitin 1890 nga një arkitekt gjerman dhe është një prej kryeveprave të arkitekturës së Perëndërisë Osmane, krejtësisht luksoz dhe një prej stacioneve më të bukur të Europës në fund të shekullit të 19. Është një stacion ku vinte Orient Expressi, i cili filloi të udhëtonte nga viti 1882 prej Francës, pra prej Parisit deri në Stamboll, duke u konsideruar treni më luksoz i historisë së globit. Stacioni ruan identik strukturën që ka pasur, është në restaurim dhe është një prej stacioneve më të rrallë dhe më të njohur të gjithë botës dhe stacioni ku ndalonte treni më i famshëm i historisë së hekurudhave në botë. Po nga ky stacion është larguar dhe sultani i fundit i Perëndërisë Osmane dhe njëkohësisht disa nga personazhet më të njohur të globit kanë ardhur në këtë stacion për të vizituar Stambollin. Sirkiçi Station në Stamboll, nën këmbët e Topkapis dhe një nga vendet që vlen të vizitohet. Identik siç ka qenë 135 vjet më parë kur u ndërtua.